Për herë të parë në 35 vjet, Gjermania po u tregon qytetarëve të saj se si të përgatiten edhe në rast lufte. Zyra Federale e Mbrojtjes Civile ka publikuar një udhëzues të ri për kriza dhe në atë dokument përfshihen këshilla për të mbrojtur gjatë shpërthimeve, për të dalluar dezinformimin dhe për të ruajtur qetësinë në situata ekstreme. Por për herë të parë që nga viti 1990, në këto udhëzime përmendet edhe fjala luftë. Presidenti i këtij institucioni ka thënë se gjithmonë ja vlen të jesh i përgatitur mirë paraprakisht, ndërsa kreu Shërbimit Federal të Inteligjencës paralajmëroi: ne jemi tashmë në vijën e zjarrit, nuk duhet të relaksohemi. Dhe mesazhi duket se është i qartë. Secili nga 83 milion qytetarë të Gjermanisë duhet të përgatitet për situata ekstreme, ndërsa doktrina e re është: çdo familje duhet të ketë rezerva ushqimore dhe ujë për të paktën 10 ditë, në rast se gjithçka ndalon papritur. Për fund mund të themi se Gjermania duket se po i kthehet seriozisht përgatitjeve civile, një shenjë e kohëve të pasigurta që po jetojmë. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në botë, lexojeni telegrafi.com.